Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sa i përket situatës dhe luftës në Iran? Ta nisim atë se çfarë gjatë mbrëmjes së dieshme me orën e Tiranës ka mbajtur si qendrim presidenti amerikan, ka thënë se jemi në, le të themi, momente të mira, po e quaj unë. Ai ka njoftuar së pari mediat dhe më pas edhe kryeministrin e Izraelit, me të cilin me sa duket ka patur komunikime të shpeshta ditët e fundit dhe të thelluara, siç përshkruajnë mediat botërore. Trump i ka thënë kryeministrit izraelit se ndërmjetësit që le të themi merren me negociatat janë duke punuar mbi një dokument që është drejt finalizimit. Pra flasim gjithnjë për atë dokumentin e memorandumit që palët po tentojnë të ndërtojnë, por që të jeti pranuar nga të dy palët. Deri më tani kemi parë që Irani nuk ka përmbushur kërkesat dhe pritshmëritë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Më pas, Trump përpara medjave në nisje të një udhëtimi të tij në një nga bazat e aeronautikës St. Andrews të shpeshta në daljet e tij publike, u ka thënë gazetarëve, më besoni se nëse nuk marrim përgjigjet e duhura, jemi gati ta godasim Iranin dhe duhet kemi përgjigje 100% të mira pa asnjë rezervë, pra në kuptimin që të jenë të pëlqyeshme për autoritetet amerikane. Alarmi ku qëndron? Alarmi ku qëndron dhe është theksuar madje edhe nga një tjetër zyrtar shumë i rëndësishëm amerikan, siç është sekretari i luftës Hegseth, që ka thënë se ka dishmëria jonë për të rinisur sulmet është në fuqi, kështu që karta e presionit mbetet ende në tryez, por së pari po jepet dorë dhe po jepet prioritet negociatave për të kuptuar a do të arrihet apo jo dhe se çfarë dokumenti do të prodhohet në këto orë. Mbi këtë, media në lindjen e mesme thotë se po zhvillohen negociatat për ta përfunduar tekstin e marrëveshjes mes Washingtonit dhe Teheranit për dhënien e fund të luftës në lindjen e mesme. Janë dy media të paktën që e raportojnë këtë, Al Arabia dhe Iran International. Ndërkohë lëvizjet janë dinamike me sa duket, sepse shefi i ushtrisë së Pakistanit, i cili ka bërë dhe në të kaluarën në javët e shkuara udhëtime drejt Iranit, do të jetë sot në Iran në takime zyrtare në kuadër të negociatave me palën e Teheranit. Për të përmbyllur këtë pjesë, mediat iraniane thonë se edhe amerikanët kanë bërë disa modifikime, nëse mund t'i quajmë kështu. Iranianët thonë se Washingtoni ka mbushur disa pika të cilat ata i kanë cilësuar si boshllëqe në pjesën e negociatave dhe ne tashmë jemi duke përgatitur përgjigjen tonë. Nuk ka detaje konkrete, por nëse do të japim një peshë rëndësie çështjeve të cilat janë në shqyrtim e sipër, ndoshta e gjithë, le të themi, dinamika e diskutimeve aktualisht mund të jetë tek programi bërthamor i Iranit, por ndërkohë me sa pam dhe 2 ditë më herët Irani i mëshon shumë faktit të dëmshpërblimit për dëmet e luftës, heqjen e trupave amerikane dhe të bazave amerikane nga rajoni i lindjes së mesme dhe ndërkohë shfuqizimin e sanksioneve financiare dhe ekonomike që Shtetet e Bashkuara kanë implementuar ndër vite, ndër muaj të shkuar ndaj Teheranit zyrtar. Duket sikur, le të themi, me kalimin e orëve do të prodhohet diçka, por duhet presim hapa dhe njoftime formale për këtë, ndoshta edhe deklarata të cilat do të na konfirmojnë diçka. Edhe shkurtimisht për efekt kohës, një pyetje të fundit, media dje kanë qarkulluar, le të themi, lajme që ka pasur një bisedë telefonike të ashpër mes Donald Trump dhe Netanyahu. Disa kanë quajtur të ashpër, disa kanë quajtur të gjatë në kohë zgjatje, disa të tjerë kanë thënë që ka qenë e thelluar. Është mjaft interpretueshme, por do të kishte një farë logjike edhe nëse do të kishte e ashpër ose tensionuar biseda mes dy liderëve, atij të Izraelit dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nëse do të marrim për bazë atë se çfarë mediat në Izrael kanë raportuar ditët e fundit dhe javën e kaluar, po ashtu, duket se ka dishmëria më e lartë për rikthimin në luftë ka qenë në Izrael. Është raportuar se Izraeli është furnizuar fuqishëm kohët e fundit me armatime dhe municione gjithashtu nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por me sa duket një skenar për rikthimin në luftë, po
kalibrohet dhe po mendohet më mirë nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, po merr më shumë kohë ndoshta Trump dhe Washingtoni, establishmenti përreth tij, për të ndërmarrë një hap të tillë që do të rikthente SBA-t dhe Izraelit në luftë, përkundër gatishmërisë dhe le të themi një nxitje më të fortë nga ana e Izraelit, që me sa duket është më i prirur edhe për të kthyer më thjesht në rinisjen e sulmeve. Kjo është panorama dhe klima që është kuptuar ditët e fundit në përshkrimin mes komunikimeve të Trump dhe të Netanyahu, por që siç duket komunikimet janë të shpeshta dhe nuk do të ishte habi edhe komunikimi i tensionuar mes tyre, sepse do të ishte një skenar mjaft i fortë dhe një hap mjaft i fuqishëm për të marrë përsipër, qoftë politikisht, qoftë ekonomikisht, qoftë ushtarakisht rinisja e sulmeve dhe do të kishte pasojat mëtejme. Do të shtynte le të themi një marrëveshje përfundimtare për paqen, po ndërkohë pasojat ekonomike do të ishin ndoshta edhe më të rënda nga çka kemi parë që për 28 shkurtit, sepse Irani ka kërcënuar me zgjerimin e gjeografisë së luftës, me zgjerimin e hartës, kur dje të paktën pas Daranët, Garda Revolucionare tha se nuk do të mbetet në territoret apo në hapësirën ajrore dhe detare që kemi parë gjatë këtyre 2 muajve lufta, por do të zgjerojë përtej rajonit dhe duke marrë parasysh dhe hartat apo nyjet strategjike pranë detit të Omanit apo ngushticës Hormuzit, jo shumë larg nga aty në kuptimin global të fjalës ndodhet një tjetër ngushticë, Mandel Abded, e cila ka një, le të themi, specifik po ashtu të rëndësishme njëkohësisht dhe njësoj si ngushtica e Hormuzit, sepse do të kushtozojë një pjesë tjetër e rëndësishme e trafikut detar dhe tregtar, po ashtu edhe e transportit të karburanteve globale. Tek ngushtica e Hormuzit kalon rreth 1/5 e naftës karburantit global, tek kjo e dyta kalon rreth 1/10, kështu që do të shkonim në skenar katastrofik në termat financiare të gjithë botës, për ekonominë e të gjithë botës. Faleminderit Arlind për gjitha këto informacione në mënyrë të zgjeruar mbi zhvillimet ndërkombëtare. Ishim me kolegun ton Arlind Dista. Kthehemi edhe një në kuvend, këtë herë në interpelancë kërkuar nga deputeti socialist Erion Braçë me ministrin e infrastrukturës dhe energjisë.